Sinqeriteti në besim. Historia e Aminës. Amina ishte një studente shkëlqyer në universitet. Jetonte në një qytet të madh ku besimi shpesh lihej me njan. Megjithatë, ajo nuk e la asnjëherë faljen e namazit. Një ditë një shoqe i tha: "Pse lodh veten me fe, me besim?" Amina buzëqeshi dhe tha: "Sepse Zoti është jeta ime." Kur profesori i kërkoi të gënjente për një projekt, ajo refuzoi. Tha: "Imani, besimi më mbron nga çdo mëkat." Kjo i kushtoi notën maksimale. Por ajo fitoi paqen shpirtërore. Shokët e saj e tallnin, por ajo qëndroi e fortë. Lexonte çdo ditë Kuranin dhe reflektonte dhe libra të tjerë shkencore. Një ditë, njëherë nga shoqjet e saj u kthye në Islam. Frymëzimi i saj ishte qëndrimi i Aminës. Sinqeriteti i saj preku shumë zemra. Zoti ja dha një burr të devotshëm si shpërblim. Martesa e tyre u ndërtua mbi besim. Ajo filloi të mbante ligjërata për rininë. Fjalët e saj ishin të sinqerta si jeta e saj. Vitet kaluan, por besimi i saj nuk ndryshoi. Amina u bë shembulli për shumë vajza. Me një botë plot dyftyrsi, ajo ishte dritë. Tregimi i saj dëshmon sinqeritetin, sepse sinqeriteti sjell fitore. Allahu i ndihmon ata që e ndjekin me zemër besimin dhe mbështetjen te Krijuesi. Besimi i pastërt është thesari më i çmuar. Amina i arriti sepse zgjodhi Zotin mbi gjithçka. Prandaj, kështu Allahu i shpërblen vepërmirët, të kenë një familje të mirë dhe të kenë një punë të mirë, si dhe të fitojnë xhenetin pas kalimit në jetën tjetër. Zoti na bëft për atyre që ndjekin shembujt e mirë dhe i vazhdojnë ata shembuj në këtë botë me shpresë që të fitojnë dhe xhenetin e bekuar.